Miqtë Prizmus, fobia e jashtëzakonshme e Sali Berishës dhe $750.000 të harxuar, diskreditimi me ardhjen vetëm 2 herë të famshme Tlaçevita, marrëzia fobike e tij, përshësia e jashtëzakonshme që ka futur familjen dhe që do ta nxjerrë jashtë kësaj non-gratës të famshme, bëri që të ketë një prodhim 2-3 ditë përpara se të fillojnë zgjedhjet. Një model I cili shkon deri ke pyetja një gazetari tek një zyrtari State Departamentit për i thënë a mund të bëj vizitë dhe që jepet një përgjigje e tillë që thotë shiko, janë të gjykuara dhe paragjykuara veprimet e sekretarit Blinken, për arsye të ndryshme mund vizitohet dhe ne kemi dhënë të tilla gjëra, por asgjë nuk thuhet aty nëse ka ikur apo s'ka ikur non grata. Dhe në dokumentin që sapo nxjerrën tani, tregohet qartë që State Departamenti nuk e ka luajtur fare non gratën e Sali Berishës. Por ai sigurisht e shpall këtë tash, sepse do që të rrisi pH-in e atyre majmunëve që e besojnë sigurisht në prallat e tilla idiotike në mënyrë të jashtëzakonshme, por që sigurisht Sali Berisha I përdor me efikacitet të madh, me një efikacitet të jashtëzakonshëm, sidomos ke shtresa e besimit të tij, njerëz që përfaqësojnë mendimin e mentalitetin tipik të Berishës në Shqipëri, treva shqiptare. E gjithë kjo histori e jashtëzakonshme të marrësh të budallëve, të jashtëzakonshëm për sa I përket marrëzisë folk-politike, sigurisht që Berishës ka për t'i bërë akoma më keq. Sepse shumë prej atyre që nesër do të binen për rezultatin e 11-s, në 12, do t'i hapi gojën duke I thënë, shiko, tu hoq edhe non grata or cappuccino. Edhe non gratën ta hoqën edhe prap humbe. Pra, u futen zgjedhje edhe pa peshën e non gratës, por prap humbe. Sado që Sali Berisha është përgatitur që të deklarojë vjedhjen më spektakolare që është bërë votës dhe krimin më të madh elektoral, me datën 12 këtë do keni, edhe me datën 13. Por kësaj radhe, dikush do t'i thotë, ore, sikur ta hoqen e non gratën ty, tash si ka mundësi edhe me heqjen e non gratën popullit shqiptar, sepse këtu ka një element jashtëzakonisht qartë dhe të përkohur. Sali Berisha nuk humb në Shqipëri se është non grata në Amerikë. Ai ishte në fillimet e saja për partinë e Lulzim Bashës dhe Sali Berishës. Sali Berisha humb në Shqipëri se është non grata e shqiptarëve. Sali Berisha humb në Shqipëri jo se ka shpallur Blinkeni dhe Biden non grata, po se kanë shpallur shqiptarët, sepse Sali Berisha është I korruptuari më I madh I këtij vendi. Sepse Sali Berisha ka vrarë më shumë mbas Enverit në këtë vend. Bile ja ka kaluar dhe Enverit për vitet që kanë bërë së bashku me Enverit, aq ka jetuar dhe Enveri. Nga 45-a si veprimtari e tij deri në 85-ën. Dhe Sali Berisha nga 90-a deri në 25. Iso janë. Por Sali Berisha ka I diçka. Në demokraci shpallesh non grata nga populli. Dhe ti do humbësh se të ka shpallur populli non grata. Jo State Departamenti non grata. State Departamenti mbas e luan mëndsh dhe një kriminali si Sali Berisha I thot I e grata pra. Po sado që t'jetë grata në Amerikë dhe mund të vizitoj Amerikën, gjatë që nuk ka për të bërë vaki, ai është non grata për shqiptarët. Është I përhershëm për shqiptarët. Dhe data 11 është data e fundit që ka shansin për të bërë gjën e fundit, për të larguar me datën 12, gjë që nuk ka për ta bërë, por do vazhdoj edhe një herë tjetër tendencën, tentativën për të shkatëruar vendin, për të mashtruar dhe gënjyer ata që janë mësuar të gënjejnë mos ti, janë më pak tash. Dhe kjo është humbja, sepse 7% e popullit shqiptar tash Sali Berishën e kanë shpallur ata non grata. Nuk ju plas fare nëse Blinken apo Biden e kanë shpallur non grata. Nëse ka lobuar apo nuk ka lobuar Edi Rama, nuk ju plas fare nëse shkon apo nuk shkon në Amerikë Sali Berisha, Liri Berisha, Argita Berisha dhe Shkëlzen Berisha. Po nuk I rruhet hiç shqiptarëve
ju duhet një gjë. Pa shpallin non grata. Dhe një prej shpallave të mëdha non grata për Sali Berishën është data 11 maj. Edhe 2 ditë janë. Do ta shikoni se kush është non grata. E rëndësishme për Berishën, ajo e Amerikës, që sipas tij e ka rregulluar tashmë ky. Nuk është më non grata. Apo kjo është shqiptarëve që do japin një herë për gjithmonë. Dakord miqtë mi?